E para, lëvizja vetëvendosje gjithmonë ka vlerësuar dhe ka theksuar që nëse partitë opozitare e bllokojnë kryetarin e kuvendit në këtë mënyrë, ne kemi thënë që i njëjti reciprocitet mund të aplikohet edhe për nënkryetarët e kuvendit dhe kështu nuk shkojmë askund. Kështu bllokohet, kjo është çështje bllokuese e kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe këtu na dha pikërisht të drejtë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, ju me siguri keni pasur kohën e mjaftueshme ta lexoni në të gjitha dimenzionet e veta këtë aktgjykim. Aty njëri prej më të rëndësishmëve prej konstatimit është që nëse hyhet në blokad për me kërku marrëveshje politike, secili subjekt me secilin, atëherë kjo nuk vlen vetëm për kryetarin e kuvendit. Një gjë që të cilën ne gjithmonë e kemi theksuar si vetëvendosje dhe partitë opozitare gjithmonë e kanë mohuar, duke ju thënë që për nënkryetare as që flitet, as që diskutohet, kinse kjo është e drejta e tyre dhe vetëm e tyre, kurse për vetëvendosjen nuk qenë ka kryetari mu zgjedh e drejta jonë. Kjo definitivisht u sqarua që obligimi për të përfunduar konstituimin e kuvendit është obligimi të gjithë deputetëve të Republikës Kosovës. Nuk është përgjegjësia vetëm e atij grupit parlamentar i cili ka dalë i pari në zgjedhje. Se i pari në zgjedhje nuk do me thonë me dalëm i pas 61 deputet. I pari në zgjedhje mund është me dalë si që kemi dalë ne, me 48 deputet. Dhe kur i ki 48 deputet, kjo i bie që nuk e ki automatikisht mazhorancën, nuk është obligimi vetëm të fituesi i zgjedhjeve, ka thonë gjykata kushtetuese sipas leximit tonë. Pra, obligimi është i gjithëve. E tash apo më tregoni çka kanë bë pala tjetër për me deblloku kuvendin. E kemi lidhjen demokratike të Kosovës, e cila e ka qëndrimin më radikal, që nuk merr pjesë në kurfar votimi, nuk as për kryetarin, as për komisionin për votimin e fshet, as për kurfar ende të lëvizjes vetëvendosje. Mirë, po i keni edhe subjektet të tjera, të cilat kanë dhënë propozimet e tyre, propozimit të votimit të fshet për kryetar të kuvendit në kuvendin e Republikës tonë nga ana e kryesuesit zotit Avni Dehari, gjykata nuk ka gjetur asnjë shkelje sa i përket votimit të fshet. Të gjitha ata që thonë se Avni Dehari e shkeli kushtetutën përmes votimit të fshet, unë mendoj që ata janë lexues të dopt të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ata ose nuk e kanë lexuar vetë, ose interpretojnë gabimisht, ose interpretojnë me interpretime të tjerëve. Edhe kjo nuk është mirë. Gjykata kushtetuese ka thënë që nuk ka kurrfar klauzule eksplicite që e obligon kuvendin patjetër me shku deri në pafundësi me votim të hapur. Edhe votimi i fshet është njëjtën kategori për nga legitimiteti kushtetues, po sikurse votimi i hapur. Ne nuk mund ta dim se në çfarë faze hyn Kosova mas 26 korrikut. Ne nuk mund ta dim. Ne mund të spekulojmë, pash edhe sot mëngjes një 10 interpretime të ndryshme se çka kjo i bie, prej zgjedhjeve të reja e deri te asgjë fare,